serinë e ëndrave të veçanta që i kemi paraqit këtu edhe që po i ndajmë juve çdo javë. Kjo e ditës sotme është nivel tjetër sepse kur thuhet emri i saj, është e pamundur, dhe se je mbi 20 vjeç, mos me t'u kriju në zemër ajo ndjesia e krenarisë që e kena ndje në një moment secili prej nesh. Ndoshta ato nuk e konsiderojnë momentin kulminant të karrierës së saj, po për krejt neve ajo është momenti kur na jemi ndi ma krenarë se kur me emrin e Rona Nishliut. Rona, faleminderit që je këtu, edhe mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, gjithmonë e ndi vetën në shpe. Faleminderit për këtë prezantim, më mencionove edhe mu. Më vjen mirë që një arritje që domosdoshmë karrierën time muzikore është kulmi, i ka bo me u ndje mirë njerëzit bashkëqytetarët e mi. Kjo është kryesorja në fakt për mua, edhe faleminderit që e cilësove si të tillë. Unë po ta emocione prej fillimit, edhe bile këta Sofi po e vrejnë, kolegë, se do me thonë është një prej momenteve, s'kemi qare pa e fillu aty, që nuk besoj që ka shqiptar që nuk e mbajnë mend. Është momenti kur Rona, jo veç që ka qenë Kosovarja e parë që ka përfaqësu Kosovën edhe Shqipërinë normalisht në Eurosong, në vitin 2012, por edhe ka fitu vendin e 5. Qysh e mon mend, nëse dojmë me fillu qëto, qysh e mon mend, a ki halat freskët qatë emocione, pse kanë kalu disa vite. Emocionin nuk e kam të freskët, po përjetimin e kam të freskët, ndoshta pse shumë njerëz pyesin gjithmonë për përjetimin në Eurosong, edhe sa herë që u tregoj njerëzve që kjo ka ndodhur vitin 2012, në para 13 viteve gjithë habitët. Si ka mundsi neve po na duket që ka para 4-5 vjetëve maksimumi. Po, të plakëm. Kështu që e kujtoj nuk e kujtoj me nostalgji, sepse më pak ka qenë një peshë shumë e ranë mbi supët e mia. Edhe pse unë e kom përjetu, në fakt unë nuk e kam përjetu thjesht, e kam pas nder, e kam ndi veten të nderuar që e kisha këtë fat, edhe thjesht jam mundu me bo maksimumin tim. Unë nuk jam tip perfekcionist, nuk mendoj që diçka do të shkoj deri në perfekcion mirë, aq ma tepër kur flasim për artin, sepse ne mundohemi t'japim maksimumin ton. Po mirë, po jo gjithçka varet nga ne. Kështu që ato që ishin në forcat brenda mundësive të mia, ato u mundova t'i bëja me si me thonë me devotshmëri të plot, me përkushtim maksimal dhe mbi të gjitha me dashuri, sepse thjesht e kisha një moment që unë as nuk e kisha ëndruar, as imagjinuar, edhe thjesht m'u za kjo mundësi, edhe ndiva veten shumë borxhli ndaj atyre që ma besuan, jurisë, audiencës, dhe sidomos asaj audiencë që ishte shumë pro kësaj kënge, që deshi këtë këngë, sepse nëse ju kujtohet, kjo këngë ka pas nda disi audiencë, na ata që thjesht nuk e duronin për shkak të natyrës super ekspresive të këngës, edhe ata të tjerë që thjesht u dashuruan këtë këngë. Kështu që ka qenë një moment shumë i bukur, që nuk ka zgjat veç një moment, po ka zgjat me vite të tëra, edhe në çdo maj, dhe me thëmë përsëritet. Gjithmonë më thrasin media të më pyesin, çka po mendoni për Shqipërinë këtë vit në Eurosong, çka kujtoni nga performanca juaj. Domethënë, edhe po më duket ka njerëz se më bodhe zëdhënse, po e dy vendeve tona për Eurosong, nuk e di. Po thjesht e kam nevojshme që ta kem edhe këtë shkëputje nga kjo, sepse unë nuk e përfaqësoj, domethënë mendimi im është super privat, është një individual, pra nuk ka lidhje një vlerësimi imi për çka mund të ndodh tutje me Shqipërinë ose së shpejti me shpresë edhe për Kosovën në Eurosong, po gjithsesi performanca ime ka qenë një nuk e di, ka qenë një përjetim shumë i bukur, me shumë ngarkesa, me shumë punë, përkushtim, rrjet të njerëzve, kontakte, takime, ka qenë tepër periudhë e bukur, edhe ka vazhdu, mendi kam pas ftesa edhe prej grupeve të fansave të Eurosongut, edhe prej transmetuesve publik, unë kam shku në për aktivitetet të ndryshme që më kam pëtu, që qenë vëmendje e jashtëzakonshme, kanë shkruar gjitha mediat kryesore europiane, ma deri në Spanjë, që Spanja nuk e njeh për shembull Kosovën, po ka qenë një artikull i shkruar për performancën time, mos flasim për Italinë, për metropolin anglez. Pra ka pas vëmendje teje të madhe, edhe mendoj që ka qenë kulmi im si këngëtare, edhe natyrisht që
është mirë nëse ke rastin ta përjetosh. Ose që ka qenë kulmi si këngëtar, unë mendoj që storit si kjo e tash ma shumë se kur ma herët, të thonë me kalimin e moshës, e vredhe ma shumë qysh storit si kjo i formsoj mendimet e vajzave t'reja. Pra diçka që në atë kohë ka mujt me u duk ndoshta e vështirë e realizueshme ose e pamundur, janë qëto momente specifike, si ky momenti kulminant i karrierës tande, momenti kur t'kan duar trukit gjithë, kur kan fol për ty gjithë, kur besojnë secilën familje shqiptare është fol për faktin që një vajzë e Kosovës ka mri me marrë aq shumë vëmendje. Edhe kur atëherë s'kan qenë rrjetet sociale kaq aktuale, zanët e pat e marrë definitivisht një vonë tepër t'madhe. Edhe që kjo e bën ndryshimin, sado që dëshirojmë me qenë modest, e bën ndryshimin jo veç në aspektin e përfaqësimit të popullit, po edhe në këtë anën tjetër në aspektin e ndryshimit mendësisë vajzave të treja, qysh në qoftë se veç e kini ëndër ose e kini plan, e mundesh me gjetë një rrugë. Në rastin tënd është edhe talenti, është ky elementi specifik, është dhuntia që ti e ki pas. A e manen kur ka qenë momenti kur i ki thonë vetës që kjo është rruga jam? Ose a ki pas ndonjëherë ndonjë hamendje nëse ki më marrë muzikë ose me diçka tjetër? Po prindë më thojnë që unë gjithmonë kom qenë fëmijë i gjallë, që ka pas dëshirë me këndu edhe me vallëzu, që tash nuk më karakterizon kjo pjesa e dytë. Ja, hëlla. E ki lënë rrugës. Po gjithmonë kur kanë ardhur mysafirët unë e kom pas atë programin. Ta besoj që kjo është një karakteristike e gjithë fëmijëve që në një moment duan me u marrë me muzikë ndoshta. Mandej unë kom qenë në shkollën muzikës Tefta Tashko, prej moshës 8 vjeçare. Domethënë unë i kam përfundu 5 vite nise. Viti 5 ka qenë viti kur ndodhi edhe konflikti në 99-shin, edhe normal që ai meti si një vit i pa përfunduar mirë, po gjithsesi kam qenë për piano në shkollën e muzikës Tefta Tashko, kam qenë në korin e qytetit, udhëhequr nga profesoresha Lirie Halili Koshi Halili, kështu që kam qenë aktive. Gjithmonë thjesht nuk e kam nditë nevojshme me qenë në në vinë e parë, mund t'jem soliste, kur se kam pas këtë dëshirë, asnjëherë, derisa erdhën ethet edhe ndoshta aty nuk e di si më erdhi kjo nevojë, ndoshta pak e shtyrë edhe prej një profesori në kursin e anglishtës, Edi Ramadani, teacheri jon i dashur që përveç kursit, domethënë edhe mësimeve të gjuhës, ai na ka hap shumë dyer, domethënë të informacionit edhe me duke na ndihmu neve me u kyç në shfaqje teatrale, në orë muzikore, që aty ka identifiku edhe kush është i talentuar për shembull, kush mund me pas predispozicë, kush është ma specifik se tjetri, na ka dhënë opsione edhe kur e ka pa dikon që është i talentuar, e ka shty edhe ndoshta ai ka qenë një prej arsyeve që unë vendosa të shkoja një ditë të bukur në audicionin e etheve edhe mandej përmes etheve u bëra e famshme në 2 shtete nga një klasë që isha 4x4 në gjimnaz edhe normal isha tepër person i shoqërueshëm, me shumë shoqëri, gjithmonë aktive në ato grupet e shkollës e tjerë, po isha edhe aktive në qendër të rinisë, me grupe muzikore, kështu, po jo naj dëshirë shumë të madhe për të qenë soliste, mandej me ethet aty. Ndryshoj, po muzika ka qenë gjithmonë një gjë që më ka ndjek paralelisht, se muzikën e kam darë gjithmonë me shpirt, me zemër, nuk kam pas dëshirë asnjëherë të bëj kompromise me muzikë, prandaj me një konsult me prindte mi kemi vendosur që unë të kryj mund të shkollohem në një drejtim tjetër, që mandej me të dyjat bashk të plotësohesha si individ, si profesionist, si grua, edhe duke studiu biznesin për shembull dhe ndërmarrësinë, sot kam mundësinë që me njohuri në 2 fusha unë t'jem e aftë që të merrem me realizimin e aktiviteteve kulturore, sepse kjo është në fakt diçka që mua më pëlqen shumë, më bën të ndjehem shumë mirë, sepse jam edhe në profesion, edhe në pasion, domethënë gërshetoj të dyjat, edhe muzikën ose sferën e artit ose të kulturës dhe pjesën e ndërmarrësisë, të organizimit, të planifikimit, të fushatave promocionale, gjitha këto që janë pjesë integrale e sferës së biznesit,
kështu që të dyja këto i bashkoj dhe kam fatin e mirë që prej 2 vitesh, këtë vit me shpreh si treti, në vendin tim t'lindjes, aty ku për kaq shumë vite kisha, si me thonë, një ndjenjë që kam një borxhe, kam një peng, e kam një zbrastir, duhet ta plotësoj, edhe shumë natyrshëm erdhi kjo ide që Mitrovicës së kulturës, Mitrovicës së dikurshme të kulturës që ka qenë ndjepje dhe ka qenë epiqendra e gjithë artistëve të Kosovës, t'ja kthejmë prap, si me thënë, fokusin edhe vëmendjen për diçka që nuk është politik, që nuk është incident, që nuk është një lajm Nuk është e frikshme. po sepse Mitrovica vërtet nuk e meriton, sepse megjithatë Mitrovica ka një jetë, ka shumë artistë, është teatri, është shkolla muzikës, janë festivale të ndryshme që ndodhin dhe duhet të dalë ky lajm pozitiv sa më shumë. Kur më tregoi Valoni, Valon Canhasi, para tash është viti 3, gati 2 vite e gjys, tha që Rona po organizon diçka në Mitrovicë. Unë u gëzova shumë, po kur e pash që edhe emri i festivalit ka me qenë Mitrovica International Jazz Day, më dok shumë interesant. Se dyshysh, tamam po jep atë mesazhin që në fund të ditës, sado që më rrinë si rastin tonë, që i ki prek skenat mëdha edhe ki pas arritje aty ku e fillum, prap se prap është diçka e vendit tonë që është një farë veçantie që të ngrej. Edhe besoj që nëse secili shku me qëtë mendësi, si kjo e jotja, kishim pas mundësi me kontribu ma shumë për këto qytetet e vogla, se gjithmonë po e cekim që fokusi po është kryesisht në Prishtinë, po dhe rinia e qyteteve të tjera ka nevojë për këto storie, për këto imazhe, për këto ngjarje, për rjetizim, për mu largu pak prej kësaj idesë që Mitrovicën e përfaqëson veç ndarja, veç konflikti, veç problemet. Se këtu realisht na që jetojmë këtu e dim që ndodhin edhe gjëra shumë të bukura, edhe shumë mirë që njerëzit si ti e kanë marrë pak përsipër me tregu dhe këtë anë tjetër të këtij qyteti. Sa ka qenë e vështirë me konceptu, me fillu, me fonde, donacione, se kjo zash është një haptutje e ëndrrës tonë, një tjetër dimenzion ndoshta. Po, ky është asaj. Te një dimenzion tjetër, po unë nuk kam që mu fokusu te këto te rruga që në fakt është me plot sfida, kuptohet, sepse secili njeri në profesionin e vet ka sfida. Edhe ato duhet të dim ti te i kalojmë duke bashkëpunuar, duke gjetur bashkëpunëtor, duke pas njerëz që janë pjesë e rjetit, njerëz që besojnë, njerëz që ëndrojnë. Sa më shumë njerëz afër që ke që e kanë të njëjtën ëndër, mirë po kanë edhe ëndra më të mëdha, do të thonë ato e plotësojnë njëra tjetrën, e ndihmojnë njëri tjetrin edhe e gjitha mandej bëhet shumë më e si me shpreh, shumë më e madhe për ta përjetuar. Do është si përjetim shumë më i madh, shumë më domethëns, sepse ti praktikisht ëndrrën tënde e ndan me të tjerët. Unë mendoj që përkundër të gjitha sfidave, ëndra edhe besimi janë ato që gjithmonë triumfojnë edhe të i kalojnë secilën sfidë që pa diskutim janë prezente, por asnjëherë nuk kam dëshirë që energjinë time ta hakusoj te problemet. Sepse më duket që ajo mandej e tërheq problemin. Ne e dim, problemet janë aty, por hajde të mendojmë gjithmonë për zgjidhje, mos t'i marrim duhet t'i marrim seriozisht, pa diskutim, por ta gjejmë një formë se si të merremi me këto momente ndoshta kritike ti quaj ashtu, edhe ti të i kalojmë. Një vit do të kemi shumë mbështetës, vitin tjetër mund mos kemi aq mbështetës, por nuk do të thotë që në një vit tjetër nuk do të kemi, ne do të përshtatemi gjithmonë. E mira e festivaleve është që programi gjithmonë përshtatet sipas kapacitetit. Ne akoma nuk kemi një strukturë e cila ka një financim, si me thënë, të qëndrueshëm. Mandej për 2 vite me radhë festivali është të përruar falas për të gjithë. Por fatmirësisht festivali ka pas shumë miq që edhe në formë financiare, por jo vetëm, edhe me lidhje, me shërbime, me dashuri, domethënë e kanë mbështetur. Kështu që mendoj që kjo është shumë më e rëndësishme se sa çdo gjë tjetër. Dhe e rëndësishme është vetëm që të ndodhin aktivitetet cilësore kulturore. Pra, unë jam shumë për aktivitetet cilësore kulturore, ku njerëzit e talentuar, të rritë e talentuar, gratë që nuk e kanë të njëjtën hapësirë sikur si burrat në muzikë dhe konkretisht në muzikën jazz, ta kenë këtë platformë edhe të shprehen. Unë nuk jam për
shumimin e festivaleve që e promovojnë antivlerën. Çka është antivlera? Antivlera është kur një person ka një epitet ose ka titullin e një profesioni edhe nuk di ta bëj punën e vet. Unë s'jam as pak kundër zhanreve të muzikës, por jam kundër personave që mbi vlerësohen për potencialin që kanë, apo vlerësohen për potencialin që nuk e kanë. Domethënë, unë këtë nuk mund ta toleroj si individ, si muzikant, edhe si një person i cili është në fushën e kulturës. Pra, thjesht nuk mendoj që duhet të shumohen festivalet që promovojnë dikë që kënon akoma në vitin 2025 me CD. E keq, po kjo është padrejtësi ndaj dhjetra, qindra talentëve që nuk e kanë një mundësi për ta shkel skenën. Dhe unë mendoj që ky festival është pikërisht platforma që ata që janë të talentuar, që kanë pasion, që kanë dëshirë, mund vinë në workshopet që organizon festivali, sepse përmes workshopeve ata do të punojnë 3-4 ditë, do të përgatiten, edhe do të ngjisin skenën që është një skenë ku emra botëror performojnë. Dhe mendoj që për artistët e ri kjo është një super mundësi, sikurse edhe për gratë në përgjithësi që janë të disfavorizuara në sektorin e muzikës jazz në nivel global e kam fjalën. Nuk po flas vetëm te ne, por në nivel global. Edhe për këtë arsye Mitrovica Jazz Days është e veçantë sepse ne po ju japim hapësirë 2 grupeve që vërtet e kanë shumë të vështirë të jenë prezent. Është e pamundur mos me cek ose mos me vrej që antivlera veç po mbizotron në çdo fushë. Edhe unë jam shumë e lumtur kur njerëzit që vërtet dojnë me promovu vlerat, e marrin hapësirën e vet ose të paktën tentojnë me pas pak hapësirë, ashtu që me qenë të gjithë mos më kriju që ajo ideja që gjithë jemi njëjtë, a kërkush nuk po den, gjithë po këndojmë me CD, edhe hajde gjithë po vazhdojmë se ç'ky qenë ka trendi. Edhe ajo që është trend ose çaj që po merr vëmendje domosdoshmërisht nuk është e shëndetshme për shoqërimin e shumë rasteve nuk është, edhe nuk është patjetër diçka që do të më ndjek, edhe po jam veç figurat specifike të cilët për fat keq mu po m'duket që kanë njëherë janë tërheq pak mbrapa, është duket sikur e kanë janë dëshpëruar në farë forme dhe u kanë lënë territorin e lirë, ndoshta pse s'kanë marrë vëmendje sa duhet shumë figura të jetëve 2004 që i përmend shumë shkurt nuk janë më zona fantastik që unë jam rritur në dëgju, edhe me thonë vajzat është vajza po emra po m'kujtohen edhe djemt të cilët tashmë nuk janë në skenë ose janë shumë pak për arsye se antivlera po mbizotron. Kjo a është e dhimbshëm ky fakt? A mundet Sa është e dhimbshme është edhe përgjegjësia e secilit, sepse ne jemi në këtë jetë për të tentuar, për të munduar, për të provuar, edhe nëse ke një ideal duhet të luftosh për të në kuptimin pozitiv, domethënë të punosh, të perfeksionohesh, edhe të jesh prezent, edhe nëse nuk je prezent, normal që ka shumë tjerë që e zënë vendin, edhe për këtë arsye duhet të organizohen këto festivale, dhe mandej vrehet se çka triumfon. Kjo nuk mundet të ndodhë në një afat të shkurt kohor, por shumë shpejt do vi koha dhe gjërat do të sqarohen sepse njerëzit do të kemi gjithmonë këtë brezin e ri që nuk ju intereson, sepse e ndjekin trendin. Është në rregull. Mirë po vjen një moshë edhe për ata, që ata nuk mund ta vlerësojnë dikë që thjesht mashtron, sepse ti të performosh për 20 minuta me një CD është mashtrim. Edhe është mirë me thonë me zonë që është mashtrim. Dhe ka njëherë po i zbukurojmë qaq shumë antivlerat, po ju japim emra të bukur ndryshe, sa që po bëhet ajo standard. Jo, nuk është standardi, nuk është Nuk ka rëndësi çfarë zhanri, absolutisht unë jam tepër demokratike, i respektoj përzierjen. patjetër. S'ka rëndësi, më pëlqen shumë, më pëlqen muzika burimore, më pëlqen muzika popullore, më pëlqen atë muzika të lavadorën zemër kur bëhet qysh duhet. Mirë po, nuk më pëlqen ky mashtrimi. Janë disa profesione specifike kur thjesht ose e ki ose nuk e ki. Sepse nuk duhet vetëm të gjithë të kemi zëra të mëdha. Për shembull, unë kam qenë në vitin 2017 një uri të Voice. Edhe aty unë kam tentu jo gjithmonë, po mendoj, jo me qëllim, mirë po thjesht ka shumë zëra që janë më të vegjël. Kanë një farë lloj sensitiviteti, kanë një farë lloj ndjeshmërie këta individ, shumë më të madhe, por nuk arrijnë me madhështi me impresionu dikvet. Edhe ata bin hije, ose nuk përzidhen. Unë kam tentu gjithmonë që të jem më pranuese ndaj këtyre zërave, sepse ata janë specifik, duhet punohet me ta, dhe ata duhet ta kenë vendin
Nuk do të thotë që ti të këndosh 4 oktava dhe wow, çfarë këngëtari. Mund të këndosh edhe 5 nota, po ti jesh aq i këndshëm, aq i afërt, aq shërues për shpirtin e dikujt. Edhe në fakt muzika kjo është, që ty të shëroj në disa momente, që ty t'jap shpresë në disa momente, po që ty në disa momente edhe të shpërthesh duke vallëzu për shembull, ose ta shfrysh një lloj pakënaqësie. Pra ka shumë emocione të cilat ti mund t'i shoqërosh përmes muzikës. Po muzika është një mënyrë që është mënyra më e drejtë për drejtë e komunikimit me individët në momente të caktuara. Edhe kur ata përzjedhin, edhe kur ata nuk përzjedhin. Po se edhe në mënyrë indirekte ndikon për shembull në ndjesitë tua. Kështu që mendoj që këto perfeksioni edhe absolutizmat mua nuk më pëlqejnë. Domethënë vetëm një zë i madh, ua sa sakt po këndon. Okej, mundesh mos me këndu një ditë sakt, sepse nuk je mirë. Ne nuk jemi, edhe ai që lung kitar, edhe ai më ka bën. Po është shumë e vështirë për shembull që ti për shembull të luash në instrumentin tënd sepse është korda edhe shpirti yt, emocioni yt. Çka ke kalu sot gjatë ditës? Ndoshta ke pas një ditë jo shumë mirë. Je grua, i ke edhe problemet e tjera. Domethënë, jo gjithçka varet nga ti dhe fundja ne jemi njerëz, ne jemi këtu për të gabu, jemi këtu për t'i përmirësu gabimet tona. Jemi këtu që t'jemi çdo ditë më të mirë, po nuk do të thotë që çdo ditë do t'jemi më të mirë. Kështu që nuk jam edhe për këto gjykimet e ashpra ndaj atyre që bëjnë gabime, por edhe nuk jam hiç për ata që mashtrojnë edhe nuk janë. Aty dashta me dojë. A mendon që e ki përgjithësi ti si non sot në këtë rol? Qofse fëmia yt thjesht e sheh që çush e kishe trajtu një situatë hipotetikisht kur fëmia jote ka një dëshirë, po për cilën nuk ka prirje. Se dia e ki lexuar një libër Çelësi i talentit ku tregon që janë disa gjëra specifike që ndoshta një fëmijë mundet me ndjek një rrugë, po që nëse nuk është e vetja, nëse nuk është e natyrshme, nëse nuk e ka dhënë ti, kam ju dash ndoshta 5 herë më shumë punë, edhe s'ka më shumë me mrite i njëjti destinacion sikur dikush që thjesht e ka çfarë don ti brenda vetes. A mendon që është e rëndësishme me qenë i sinqert me fëmijët, ose qysh e kishe menaxhu një situatë kur thjesht ka zonë vajza jote e ndjek një rrugë për cilën ti, ndoshta si profesioniste ose si non e sheh që nuk është e veta? Unë mendoj që kjo është një temë tepër specifike, edhe gjithashtu shumë e gjerë. Bëjësisht. Unë mendoj që fëmijët nuk bën mi dekuraju. Mendoj që fëmijët është në rregull me u mundu me tentu ata çka dojnë me provu se fundja ata kanë drejt me provu. A do të humbin kohë nëse nuk janë shumë, nëse nuk kanë aq dhunti, do të humbin kohë. Po nëse ata mundohen, vazhdojnë edukimin, tentojnë, ushtrojnë, ajo do t'i bëj vetëm mirë disiplinës tyre. Domethënë nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Edhe nëse ka humb kohë për shembull në atë fushë, pastaj e shef që okay, në rregull, nuk po funksionon, ose thjesht vjen një moment që fëmiu nuk do, se fëmijët i kanë këto momente, që janë shumë zëm pas diçka edhe me një moment të caktuar përshëndeten, ndoshta edhe ti si prind kur më spaku e pret, ata thjesht nuk duan të merren me atë gjë. Dhe është mirë mendoj që fëmijët të provojnë. Nuk e di a kisha mujt mi thonë për shembull jo nuk është në rregull, se është vështirë, çdo gjë në jetë është e vështirë. Ka secili profesion ka vështirësitë e veta, dhe përderisa ata shpenzojnë kohë duke mësuar, mendoj që është shumë mirë, sepse mësimi gjithmonë është i dobishëm. Nuk është kohë e humbur. Po, asnjëherë nuk është asnjëherë kohë e humbur. Pse? Do ta kesh një profesor, do të kesh miq që takohesh për shembull në atë klasë, që shkon raporte të reja, domethënë është mësim në shumë aspekte. Jo vetëm, okay, po mësoj të këndoj për shembull, ose po mësoj të luaj një instrument, ose po mësoj të luaj futboll. Për shembull, futboll ke edhe shok tjerë. Mandej zhvillohet ai instinkti i konkurrencës në kuptimin pozitiv e kapituar, që ti të mundohesh ta stërvitësh për shembull veten, dhe mendoj që gjitha këto secilit individ i bëjnë mirë. Kështu që unë mendoj që fëmijët pse jo të tentojnë. Le të provojnë. Unë mendoj që do të jem shumë rigoroze, edhe këtu burim kritikon tepër,
kur I them do t'jem rigoroze nëse për shembull dalim dhe shpenzojnë kohë nëpër kafe, thot, po pse edhe ne kemi shpenzu kohë nëpër kafe? Ai thot, çka ka dert? Domethënë këtu mendoj që do t'jem pak ma e keqe me shpresë jo, sepse mendoj që prindi duhet t'jetë miku më I mirë I fëmis. Mendoj që prindi nuk duhet ta ketë atë, okay, duhet një lloj autoriteti, po gjithsesi mendoj që fëmiu duhet t'jetë I lirë me prindin, të shpreh absolutisht çdo gjë që e mundon, çdo gjë që e shqetëson, çdo gjë që e gëzon, mund t'i ndaj gjitha emocionet e veta, sepse kështu familja do t'jetë më transparente dhe më e lidhur. Unë kam pas gjithmonë besim të plotë te prindrit e mi, ata gjithmonë çdo problem të tyre përveç problemeve normale, ato shëndetësore që fëmijët natyrisht nuk ngarkohen, po ne kemi qenë shumë të hapur, kam pas liri të plotë me prindrit e mi dhe me vllahun tim, ne kemi qenë një familje që kemi ndalë absolutisht çdo breng edhe çdo gëzim që e kemi pas e kemi ndalë bashk dhe mendoj që e njëjta edhe po vazhdon me fëmijët e mi, po vetëm te kjo pjesa kur dali pak nuk e di se si kam Halo e të vegjël. po halo janë të vegjël, Po me mendu me. halo janë të vegjël, po plus janë edhe tepër kokëfortë. Mi që ju jep liri, me thonë jo, janë kokëfort. Ta e kom lexu sfundmi edhe bashkë më ka pëlqy. Je fëmijë që din me thonë me kundërshtu, me qëndru për ato të veta, me thonë t'ju ke jep liri, edhe me mendu për I kokës vet, do me thonë ose me tu bind ty për ato që ti po thot. Edhe sa ma shumë që ju jep hapësirë dhe me kundërshtu, ata rritën tu e zhvillu qatë mendimin kritik, tu e zhvillu atë krizën. Është pak sfiduese në momente, me menaxhu, po le të shpresojmë që në kështu periudha afatgjate ka mi avlej. Gjatë kësaj periudhe të kësaj pune të madhe që e ki bo, edhe kohës sa e punon, ke marrë dhe shumë me aktivitete vullnetare, ke kontribu në kauza të ndryshme, me një search të vogël në Google, veç e vrin që I lidh me kauza të ndryshme me organizata ndryshme qeveritare, po një farë forme ke mri me balancu kohën në mënyrë të përkryer, që ndoshta kjo është arsyeja pse po thu ki shpengu me humb kohë ata në kafe, se e ki shfrytzu maksimal potencialin e kohës që e ki pas në këtë periudhë, sidomos për dy fëmijë të vegjël me kaq shumë angazhime, plus me u angazhu diçka të re, besoj ka qenë goxha sfiduese. Cila është formula jote për kohën, për menaxhimin e saj? Qysh ja del? Mi balancu, ose a duket që pja del mi balancu? Kjo është, a duket që po ja del? Nuk po m'duket që po ja dal, mirë po duhet punë, duhet përkushtim. Mendoj që fëmijët janë prioriteti secilit prind. Se ata janë të vegjël, janë pafuqishëm, në kuptimin që kanë nevojë për ty, po deri në një moshë të caktuar që është goxha vjet. Po gjithsesi kur e sheh se sa pak ofrohet për fëmijët, mua janë ndez krejt motorët që të punoj në këtë fushë, domethënë sidomos në fushën e muzikës që të ketë opsione pak më shumë për fëmijët tanë, sepse nuk është e mjaftueshme kjo që mundsohet qoftë vetëm në shkolla publike, po edhe privata ose edhe nëpër këto kurset. Jashtë domethënë aktiviteteve jashtë mësimore. Pikërisht janë fëmijët e mi arsyeja që jam mundu që të punoj edhe më fort. Gjithmonë kam pas dëshirë që të punoj domethënë të mos ndalim t'jem person që kontribon. Por gjithmonë kam kritika ndaj vetes për punën e menaxhimit të kohës, sepse natyrisht e dua dhe familjen, e dua dhe shoqërinë, i dua dhe bashkëpunëtorët, kam dëshirë që sikurse ata që gjinden për mua në disa momente shumë të rëndësishme, kam dëshirë edhe unë të jem për ata. Kështu që është I vështirë ky balans. Përpjekje e vazhdueshme, a? Përpjekje e Për me balancu. Po, për me Gjithmonë diçka duket që po që më vetë keq. Po shumë bukur e the. Është një përpjekje për të bë më të mirën, po nuk mendoj që është më e mira, po çdo ditë mundohem që ta përmirësojnë, më thënë. Mendoj që storia jote tregon që e ki bo ma të mirën, definitivisht. Besoj që nëse secili është mundu me mri këtë balans, jo për me ta thonë të sy, po është diçka që e dim gjithë, këtë kontributin që e ke dhënë edhe përkundër këtë angazhime familjare, përkundër këtë angazhimeve një profesion tjetër, që kjo balanca që e ke bo, që me dhënë dhe kontribush është një, është besoj shembull më i mirë që secili prej neve, nëse dojmë me bo një extra effort, që thonë këta, mundemi me adalë, edhe nëse krejt ishi mundu nga pak, besoj që kish pas
ma shumë iniciativa t'mira dhe duhet me pas ma shumë iniciativa t'mira. Faleminderit shumë për vlerësimin, po unë mendoj që unë definitivisht jam frymzuar nga shumë shembuj në shoqërinë tonë, sepse mendoj që ka shumë gra, burra, tri, të cilët vërtet na impresionojnë me shembujt e tyre, Dhe shoqër që i kemi. edhe shoqër që i kemi, edhe shoqër që po shtohen vazhdimisht, e që është një gjë shumë pozitive dhe unë jam shumë e frymzuar edhe uroj që brezat e ri t'jenë super t'motivuar, po i shkojmë që janë super t'motivuar tash në disa fusha t'reja që tani nuk kanë qenë për shembull aktuale as pak, po tash përmes marketingut digjitale, mandej IT-s ose Po, Inteligencë artificiale, po zhvillimeve teknologjike, sidomos tritë e Kosovës janë po e përjetojnë këtë bumin në një formë të barabartë me gjithë tregun global dhe kjo tepër po më gëzon, po më lukëturon te i mas. Ndërsa për muzike, për futboll ne kemi tregu që kemi potencial, po gjithmonë kemi edhe dy shembuj që na frymëzojnë si Rita Ora, Dua Lipa, mandej Bebe Rexha që vërtet më pëlqen shumë sepse është vërtet edhe një këngëtare mrekullueshme. Pra ose në fushën e muzikës klasike Ermonela Jaho që është një shembull i gjithë sektori i operës botërore, domethënë është gjunjëzuar para talentit edhe përkushtimit, profesionalizmit të saj, kështu që ne e kemi dhënë atë testin, po kështu që tash jam shumë e lumtur që edhe në këto fusha tjera, domethënë tritë tanë po lulëzojnë e besoj që detyra e gjithë secilit është që të kontribuojmë në mënyrë që vendi ynë të përmendet për mirë. Edhe ky është, si me thënë, një synim i vazhdueshëm i festivalit që t'jetë pjesë e rrjeteve të ndryshme ndërkombëtare, që t'jetë pjesë e panajireve, që ta promovoj edhe talentin vendor, po edhe të mirëpres në të njëjtën kohë muzikantë që vinë nga e gjithë bota, siç ka ndodhur për 2 vite me radhë. Kështu që ideja është që vendi ynë t'jetë një vend me mundësi të barabarta sikurse çdo vend tjetër edhe të përfaqësohet ashtu siç e meriton. Bash. Qitash, basi jemi në Mitrovic, po cekim që Mitrovica International Jazz Days, një seri e koncerteve ka me fillu në fund të këtij muaji. Po. Edhe posh atyritet juaj sociali sa emra shumë të mëdhej, të cilët me padurim të presim me i pa. Cili është vizioni për festivalin? Ku është sheh pas 5 vitesh? Qysh e ki para pa kur e ki fillu këtë rrugtim? Unë disa herë kam thënë që kjo është nis thjesht si një koncert, mandej prej një koncerti u bën një ditë me shumë koncerte, prej një dite me shumë koncerte u bën një 3-4 ditësh me plot koncerte me punëtori e kështu, më ka qenë thjesht magjike ajo që ka ndodhur në edicionin e parë, mandej fatmirësisht ndodhi edhe në edicionin e dytë. Këtë vit përveç festivalit që e organizojmë në gusht, fatmirësisht kemi edhe për herë të parë po bëjmë kremtimin e muajit të jazzit që njihet nga UNESCO si muaj ku festohet edhe nënvizohet rëndësia e jazzit në parafrimin e komuniteteve dhe një hapësirës për tritë të cilët nuk kanë mundësi në edukim muzikor, jo vetëm në jazz, po edhe në fushat e tjera, kështu që po bëjmë festimin e këtij muaji me 3 aktivitete, 2 që ndodhin në Mitrovic dhe 1 që ndodh në Prishtinë. Meqense se shpesh e kemi pas atë komentin pse a keni mundësi ndonjëherë me bo ndonjë aktivitet edhe në ndonjë qytet tjetër, edhe në kryeqyteti ka plot aktivitete, pse duhet? Po, okay, meqense është dita ndërkombëtare e jazzit, kemi vendosur që këtë ditë ta shënojmë në Prishtinë, ndërsa hapjen e muajit ta bëjmë me Elina Dunin dhe Rob Luft me 29 prill në Qendrën e Kulturës Recep Mitrovica, aty ku jemi rritë gjithë. Edhe me datën 1 maj, e kemi një grup fantastik gjerman, Nils Kugelman Trio, ata janë grup zyrtar i stendës gjermane, që stenda e shtetit gjerman e promovon në panajirin më të madh të muzikës jazz që ndodh në Bremen, në Gjermani, është panajiri më i madh ndërkombëtar, domethënë me pjesëmarrje nga 3000 përfaqësues, ka
38 koncerte promovuse, mandena ka pjesëmarrje prej Australisë e deri te Kenya për shembull, e gjithë globi domethënë përfaqësohet aty, është panajiri më i rëndësishëm i muzikës jazz që ndodh në Bremen. Jazz Ahead quhet, ne jemi bë pjesë e rrjetit të turneve të gjelbra, Green Touring Network, pra është një nismë e cila ka për qëllim që përveç promovimit të muzikantëve të integroj edhe përgjegjësinë ndaj ambientit, që është një gjë shumë e rëndësishme, pra të udhtohet me sa më pak transfertime karboni, me sa më pak ndotje ambienti dhe të jemi sa më të përgjegjshëm, të jemi pjesë e këtij rrjeti që ne të bashkëpunojmë edhe të mos përdoren forma të transportit të cilat vazhdimisht e ndosin ambientin. Mitrovica International Jazz Days është pjesë e këtij rrjeti dhe në sajt e këtij bashkëpunimi po sjellim këtë grupin gjerman. Mendoj që për ne si festival veç 2 vjeçar është një arritje tepër e madhe. Ky rrjet do ta vazhdoj punën edhe në faza tjera dhe besoj që do të jetë një rrjet që do të komunikojë në vazhdimsi për shkëmbimet kulturore, për bashkëpunimet mes artistëve, mes festivaleve, edhe besoj që është një hap mjaft i mirë për Mitrovicën tonë, për sektorin e muzikantëve tonë që kanë nevojë të dalin edhe të prezantohen jashtë kufive. Pra dhe me këtë koncert po e përmbyllim këtë seri, e cila nuk është festivali, Po, se dhe na e patëm pak konfuzion. se më kam pyet shumë, më thënë, e pse e zhvendosët festival? Ju nuk e zhvendosën festival, por është thjesht një seri koncertesh me të cilën e festojmë muajin e jazzit. Perfekt. 21 vite prej herës parë kur ki dalë në ETA në 2004-ën. Historia jote në forma ndryshme prej atyne pos flok dhe kështu diçka nuk e ndru. Jo, pos flok dhe për flok një dhimën se shumë veçanta ki pas nuk e dja ka pas shumë në atë kohë, po kështu në media, nëse s'gaboj ka qenë rasti i parë kështu që tepër të veçanta. Ta kemi qenë 3. A 3 kemi qenë 2 djem, jo fakt, ta kemi qenë 4. 3 djem edhe një vajzë. Në momentin kur i kemi pas bo. Në më thonë, ka qenë Bimbima, ka qenë Po, Bimbima. një djalë që s'pëm kujtot momentalisht emri, mirë po ka qenë tekst shkrusaj, dhe ka qenë një djalë i Prizrenit, e kam pas fqi, edhe ai ka pas, e kam pas fqin në Prishtinë, edhe Dreni, ai i ka pas, na kemi qenë, mandej ka pasar një vajzë me këto flok, edhe mandi ushtun, me kalimin e viteve. Do të thonë vajza e parë, se pas kom gabim, se nuk kom pa ma herët. Vajza e parë e çuditshme, mo pa të mbo dhe intervistë për ato flok. Po që e guximshme për atë post, diti që ki konsideru veç për një me vajzave tjera që t'kena pa dhe ekran, shumë hapi guximshëm na është du. Nuk e di, unë se kom djerë, të në thjesht më kam pëlqyer shumë, Tepër bukur. edhe nise pak kom qenë kundër dëshirës babës. Po mandi edhe ajo pajtu, dhe ka pa që më pun përshin, edhe shumë thjesht. E tha 21 vite prej herës parë kur ki dalë skenë në format ndryshme, e ke arrit me mi dhom forma ndrësane, me dhom kontribut format ndryshme. Kështu për krejt njerëzit Mitrovic, në fund të muajit prill, mundeni me përcjell Mitrovica International Jazz Days, edhe rrjetet sociale për ma shumë informata, me pasa shumë ka figura, cilat duhet definitivisht me shku me pa, na ke mu taku prap aty me shumë knaqësi, faleminderit që ja ke sjell Mitrovicës një mundësi të tillë. Faleminderit që ke edhe sot këto për kohën edhe për energjinë që pafund gjithmonë e jap për shtetin, për vendin, për kombin përgjithësi, edhe shpresoj që e din që sa shumë gjurmë ke lënë, nëse nuk e din, kemi me ta rikujtu ko pas kohë se duhet. Kështu që Ron, shumë faleminderit për që ishe këto, ke shumë knaqësi e veçantë për mu, edhe për shpresoj që ushtofshin nismat e këtilla të mira, çdo ditë ma shumë, edhe që kjo nisma e fundit që e ke marrë të ketë jetë gjatë edhe të arrijë rezultatin shumë ma lehtë dhe shumë ma shpejt se sa që ti e mendon. Ashtu që jo vetëm me promovu zona 3, po edhe me dhon shpresë ose mi tregu një vajzë e tre ose një djalë i tri dikon që nëse veç don, është një rrugë, është një mundësi dhe mundet me u bo secila që kjo ëndër specifike realitet.
Faleminderit shumë për vlerësimin edhe për mundësinë, u knaqa vërtet tepër në këtë intervistë, se nganjëherë njeriu po është tepër i fokusuar veç për punë dhe flet vetëm për atë që është të e bë dhe e harron Po, e harron si me thënë rrugën e tij. E është shumë mirë me kujtu se okej, thotë unë ja paska vlejt. definitivisht. Edhe besoj që mund t'jetë ndoshta edhe një tregim pse di i lezetshëm për vajzat e reja që ta ndjekin zemrën e tyre, t'i ndjekin ëndrat pa diskutim, t'jenë përgatitura që duhet shumë punë për kushtim, do t'ketë sfida, po vetëm fokusi te ana e bukur e medaljes. Domethënë jo te problemet dhe ato që na shterrojnë ose na humbin besimin, aty nuk duhet fokusuar. Edhe ju mirëpresim në aktivitetet tona, edhe një falënderim tepër t'madh për gjithë suportin me prezencë, me mbulim të ngjarjeve, sepse mendoj që kjo e bën festivalin edhe nuk po flas vetëm për festivalin, po flas në përgjithësi për aktivitetet kulturore, kam shumë nevojë për suport. Dhe sa herë që është një medium prezent, është një dëgjues, një shikues, një audiencë më e madhe e vetëdijshme për atë se që ka ndodhur. Është përkushtim dhe punë tepër e madhe për ta sjellë në skenë një produksion, qoftë dhe më i vogël, qoftë dhe me vetëm një person aty. Domethënë është një punë shumë e madhe, kështu që suporti i medias është tepër i rëndësishëm, ndaj unë ju falenderoj që Mitrovica Gjezdeze keni ndjek, keni qenë aty, keni raportu dhe e keni zmadhu, si me thënë, lajmin nga ky festival, por gjithashtu e keni shpërnda me më shumë ndjekës, e keni fuqizu si nismë dhe u jam për herë mirënjohëse për këtë. Shumë krahasiro unë gjithmonë në nismat tuat në veçanta, është gjithmonë kënaqësi që je pjesë. Faleminderit edhe një herë që ishe. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.